Një nga momentet më të komentuar të sezonit të fundit të Big Brother Kosova ka qenë padyshim biseda e ndjeshme mes Labinotit dhe Dolces, një moment që tregoi një tjetër dimension të jetës së brendshme të banorëve dhe aspiratave të tyre personale. Labinoti, i cili shpesh njihet për natyrën e tij të drejtpërdrejtë dhe kuriozitetin e tij të pashuar, pyeti Dolcen një pyetje të thjeshtë, por të rëndësishme: si do të jetë i dashuri yt i ardhshëm? Dolce, me një qetësi dhe sinqeritet që rrallë shihet në këtë lloj reality show, nuk u përgjigj me përgjigje të thjeshtë apo të përgjithshme. Ajo foli hapur dhe me zemër, duke treguar se për të një marrëdhënie nuk ka të bëjë me luks, para apo imazh, por me ndjenja dhe respekt të ndërsjellë. Ajo tha se mjafton të jetë një person që e do vërtet, që e respekton, që kontribuon për lumturinë e saj, që të jetë një burr me vlera të forta dhe të sinqerta, dhe që të mos përdor kremra si ajo. Kjo pjesë e fundit e bëri momentin të qeshur dhe të lehtë, duke sjellë një dozë humori në një bisedë që kishte potencialin të ishte serioze dhe e thellë. Reagimet e tjerë të banorëve nuk munguan. Disa e vlerësuan sinqeritetin dhe maturinë e Dolces, duke e parë si një shembull të qartë të vetdijes për atë që dëshiron në jetë dhe marrëdhënie. Të tjerët, duke qeshur me pjesën e kremrave, komentuan me batuta të tyre tipike, duke krijuar një atmosferë të përzier mes argëtimit dhe reflektimit. Ky moment tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm një spektakël për lojra dhe për plasjesh, por edhe një vend ku shfaqen dimensione të vërteta njerëzore. Ai nxori në pa dëshirat, pritshmëritë dhe vlerat e banorëve, duke i bërë ata më të afërt me publikun. Nëse për shumë shikues kjo ishte thjesht një bisedë e thjeshtë, për Dolcen dhe Labinotin ajo ishte një mundësi për të ndarë një pjesë të personalitetit të tyre, duke krijuar një lidhje të re brenda shtëpisë dhe me audiencën. Në fund, kjo pyetje dhe përgjigje e thjesht u kthye në një